Në historinë shqiptare ka miqësi që lindin në ideal, rritën në sakrificë dhe përfundojnë në përplasje të ashpra, por që kur nuk humbin madhështinë e tyre morale. Ka emra që edhe kur ndahen, mbeten të lidhur për jetë nga fati i kombit. Një nga këto marrëdhënie të ndërlikuara, dramatike dhe thellësisht shqiptare, është ajo mes Fajkonicës dhe Luigi Gurakuqit. Dy mendje brillante, dy karaktere të forta, dy rrugë që nisën bashk dhe u ndan dhimbshëm pas pavarësisë. Para se të vazhdoj mëtej nëse ju pëlqejnë historitë e vërteta të thella dhe pa filtra të kombit shqiptar, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanal, sepse këtu historia nuk tregohet sipërfaqësisht, këtu ajo jetohet. Në fillim ishte fjala e shkruar, ishte ideali, ishte revista Albania, ku Konica dhe Gurakuqi u gjetën në të njëjtën anë të historisë, duke punuar për të njëjtin qëllim, zgjerimin e vedijes kombëtare shqiptare përmes kulturës, gjuhës dhe mendimit kritik. Ata ishin pjesë e asaj elite të rrallë intelektuale që e shihte kombin jo si turm, por si projekt historik. Por Shqipëria e pas pavarësisë nuk ishte Shqipëria e ëndrave. Politika, ambicjet, interesat e huaja dhe lufta për pushtet i ndan ata që dikur kishin qenë bashkëpunëtor. Gurakuqi, krijues i ndjeshëm dhe idealist, mbajti marrëdhënie të shkëlqyera me elitën kulturore të kohës. Ai u kthye në figurë qendrore të një brezi që e donte Shqipërinë përmes gjuhës dhe shpirtit. Disa nga krijimet e tij ja kushtoi Gjergj Fishtës, Prenk Doçit, Hilmosit dhe Mati Logorecit, ndërsa vetë u bë burim frymëzimi për të tjerët. Filip Shiroka dhe Hilmosi i kushtuan vargje, duke e quajtur Bylbyl, ndërsa Fishta i dedikoi veprën Pika e Voeset, një nder që nuk i bëhej kujdo. Ndryshe ishte marrëdhënia me Konicën, që nga Kongresi i Durrësit mes tyre kishte tension, mosbesim dhe përplasje të hapura. Aq sa, sipas kujtimeve të Sej Vllamasit, kjo arriti deri në një sherr fizik me grushta në mes të Durrësit, një episod që flet jo vetëm për temperamentet e tyre të forta, por edhe për thellësinë e konfliktit. Pas vrasjes së Gurakuqit, Konica nuk u tërhoq nga qëndrimi i tij. Më 12 nëntor 1925, ai shkroi fjalë të rënda, duke quajtur Gurakuqin njeri pa patriotizëm dhe pa ndërgjegje, një gjykim i ashpër që ende sot trazon mendjet e historianëve. Por historia nuk është kurrë një ngjyrëshe. Në vitin 1922, kur në parlamentin shqiptar u diskutua caktimi i një deputeti të Vatrës, organizatë që në atë kohë drejtohej nga Konica, emri i tij u vu në shënjestër. Deputetë ndryshëm nisën ta sulmonin, duke përmendur kritikat që ai kishte bërë ndaj shqiptarëve në shtypin e huaj, madje edhe sherrin e tij me Gurakuqin. Dhe pikërisht aty ndodhi diçka që e ngriti Gurakuqin mbi konfliktet personale. Ai mori fjalën dhe, ndonse kishte pasur përplasje të rënda me Konicën, doli në mbrojtje të tij, me një dinjitet që sot duket pothuaj i pabesueshëm. Ai tha fjalët që mbetën në histori. Po, zotni, jemi zan e mund të zihemi prap, por gjithmonë ball për ball, e jo me sharje prapa kurrizit. Zihja personale nuk do të më shtrëngoj kurrë të harroj shërbimet e tija. Në ato pak fjalë, Gurakuqi i dha Shqipërisë një mësim që ende nuk e kemi mësuar plotësisht, se interesi kombëtar është mbi inatet personale. Në të vërtetë, përplasja mes Konicës dhe Gurakuqit ishte më shumë se një konflikt personal. Ajo përfaqësonte dy mënyra të ndryshme të menduarit për Shqipërinë që po lindte. Konica ishte kritik, ironik, shpesh i pamëshirshëm me dobësitë shqiptare.
sepse besonte se vetëm përmes goditjes së fortë mund të shërohej sëmundja e prapambetjes. Gurakuqi në anën tjetër ishte më pajtues, më i butë në formë, por jo më pak i vendosur në thelb. Ai besonte te edukimi, te gjuha, te kultura si themele të shtetit modern shqiptar. Pikërisht këtu rrënjosej edhe keqkuptimi mes tyre. Konica shihte një komb që duhej tronditur, Gurakuqi shihte një komb që duhej rritur. Në një Shqipëri të lodhur nga luftrat, intrigat dhe ndërhyrjet e huaja, këto dallime ishin thjesht teorike. Ato prodhonin tension, armiqësi dhe ndarje të dhimbshme. Megjithatë, pavarësisht gjithçkaje, Gurakuqi nuk e humbi kurrë busullën morale. Ai e dinte se historia nuk shkruhej me mbledhje personale, por me drejtësi. Prandaj edhe mbrojtja që i bëri Konicës në parlament nuk ishte akt dobësie, por akt force. Ishte deklaratë se Shqipëria kishte nevojë për të gjithë bijtë e saj, edhe për ata që gabonin, edhe për ata që kritikonin ashpër, edhe për ata që nuk ishin të dashur për të gjithë. Miqtë e tij e kujtuan ndryshe. Panoli i kushtoi poezinë elegjake Syrgjyn vdekur, ndoshta një nga krijimet më të dhimbshme të poezisë shqiptare. Një elegji jo vetëm për një njeri, por për një Shqipëri të humbur në mërgim, në mall, në dhimbje. Dhe pikërisht ky mall, kjo dhimbje, kjo etje për adheun, buron fuqishëm edhe nga reshtat e Gurakuqit për Shqipërinë. Ai përshkroi me ndjeshmëri se si njeriu larg adheut fillimisht ma gjepset nga bota e huaj, por më pas ngadalë e ndjen zbrastin që nuk mbushet me asgjë. Një trishtim i heshtur, një mall që të shtrëngon zemrën, një etje për gjuhën, për malet, për njerëzit, për kombin, për Shqipërinë. Ai e quajti mallin për adheun të shenjtë dhe kishte të drejtë, sepse vetëm larg kupton se ç'pesh ka fjala Shqipëri, sa bukur tingëllon në vesh, sa dhimbshëm dhe njëkohësisht sa ëmbël. Historia e Konicës dhe Gurakuqit nuk është thjesht histori konfliktesh, është histori karakteresh, idealesh, gabimesh dhe madhështie njerëzore. Është histori që na pyet edhe sot, a dim ne të ndajmë personalen nga kombëtarja? A dim të respektojmë kontributin edhe të atij me të cilin nuk bijem dakord? Tani është radha juaj. Shkruani në komente. Kush mendoni se kishte më shumë të drejtë, Konica apo Gurakuqi, apo ndoshta të dy, secili në mënyrën e vet? Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.